nëse dhëmbin kyçet, çfarë sinjali është ky nga trupi? Është një inflamacion i brendshëm i trupit i cili nuk fillon në një ditë në dy, po për një kohë shumë të gjatë. Duke qenë se gjithë pjesa e skeletit tonë apo edhe masa kockore është pjesa më e madhe në trupin tonë, pra zë pjesë më të madhe dhe më të rëndësishme, atëherë patjetër që inflamacioni nuk fillon me një ditë, por fillon gradualisht dhe për një farë kohe. Por kryesisht ne duhet të shohim nëse kyçet na dhëmin pas një pushimi ose pas një fjetje të mëngjesit. Nëse ne do na dhëmin kyçet pas mëngjesit, do kuptojmë diçka. Gjumi ka filluar, trupi ka kaluar situatën e gjumit, ka fituar një lloj qetësie dhe lubrifikimi ose lubrifikuesi kryesor ose mund të themi vaj i kockave, që është lëngu sinovial, është më pak i lëvizshëm gjatë mëngjesit, sepse ai është ngurtësuar gjatë natës dhe normalisht edhe është trashur më shumë. Kështu që në kohën që ne duhet të çohemi, na duhet shumë minuta deri në orë, ndoshta edhe një orë, edhe më shumë. Kjo varet edhe nga mosha, sepse lëngu sinovial bie edhe me rritjen e moshës. Pra, ky bëhet më i trash gjatë natës. Normalisht pas moshës 40 vjeçare ky lëng bie, sidomos pas moshës 55-60 vjeç arrin deri në 50% më i ulët në krahasim me moshën e rinison. Prandaj dhe fillojnë dhe problemet kryesore. Prandaj pas moshës 40 vjeçare fillojnë këto probleme, sepse më parë është parë që ky lëng sinovial bie mesatarisht rreth 8 deri në 10% për çdo 10 vjet. Në këto kohë shkon 15 deri në 18% për çdo 10 vjet. Kështu që prandaj ka rënë edhe mosha, prandaj ka rënë edhe këto lloj probleme që ndodhin, sepse mos harrojmë një gjë. Lëngu sinovial ka një përbërës kryesor i cili quhet hyaloromanit, e cila faktikisht është baza kryesor e lëmimit të këtyre kockave që mos prodhojnë dhimbje apo mos krijojnë probleme të inflamacionit, sepse inflamacioni fillon në gjakun tonë, në inde, transportohet në inde dhe pastaj kalon në kocka. Ulet pastaj niveli kolagjenit, ulet niveli elastik rreth indeve të kyçes, fillon ajo fërkimi i kockave që na ndodh ne, lëvizshmëria është më e vogël, fillon dhe rreziku pastaj këtyre problemeve. Kështu që mund të themi është kjo, një nga arsyet është kjo. Një arsye tjetër për të thënë varet nga pozicioni që ne flëm. Nëse gjatë natës ne flëm në një pozicion në një mënyrë të pavetëdijshme, ku kapim krahun, kapim kyçin e dorës, në mënyrë pavetëdijshme, kur çohemi në mëngjes mund të kemi një problem. E treta varet nga ngarkesa e ditës dhe pesha e ditës apo dhe peshat e mundimit apo peshat që ne ngrëm apo dhe aktiviteti fizik i tepruar që mund ta sjellë. Por një element kryesor është niveli i vitaminës D dhe i kalciumit, që ndryshon gjatë natës. Natën ato ndryshojnë shumë. Dhe në mëngjes do kontribuojnë të dhimbje e kockave. Pse? Sepse ne kemi një që quhet ritmi cirkadian. Dhe vitamina D në ritmin cirkadian dhe kalciumi janë shumë të rëndësishëm. Sepse ne marrim vitaminën D gjatë ditës, kur ekspozohemi gjatë dritës, diellit. Natën kjo bie, por duke bërë rënien e natës, thithja është më e dobët e kalciumit në zor, sepse pa vitaminën D, se janë dhe tanasieta dhe pa kalcium nuk kemi përthithje të vitaminës D. Kështu që në këtë moment kalciumi dhe vitamina, pra kalciumi bie në prodhimin e zorës, bie dhe vitamina D, sillin probleme të kontraksioneve muskulore, një farë ngurtësie dhe më pas do sillin disa probleme pastaj edhe në sëmundje të artritit apo probleme reumatologjike, dhe këtë ka zbuluar edhe Universiteti i Harvard në 2019, i cili ka parë që gjatë natës bie rreth 30% mundësia e përthithjes e prodhimit vitaminës D dhe të kalciumit. Element tjetër është edhe koha. Pra në qoftë se ne ndoshta keni dëgjuar që mua më dhëmin kocka 2-3 ditë para se më bjershi, shkon në parë tan ose të tjerë kanë një dhimbje edhe të plagës, sepse është e lidhur me kohën, me presionin atmosferik. Pra presioni i ulët atmosferik i ajrit që na rrethon trupin ton bën që të ndërhyjë edhe tek muskujt, tek tendinat, tek indet, rreth kyçeve, kryesisht rreth kyçeve, sepse ushtrohet një presion mbi kyçet duke bërë që këto të ndiejnë dhimbje, sepse ne dim shumë mirë që kemi një lloj presioni barik, pra që quhet presioni barik. Midis tjerave, dhimbjet e kockave mund vinë nga osteoartriti, artriti, reumatoid ose disa probleme të moshës,
sepse edhe mosha me kalimin e moshës si shtam, apo nga lëndimet që mund të kemi nga vrapimet, apo nga mundimi i tepërt, nga qëndrimi i dobët gjatë ditës, nga trauma të ndryshme, nga mungesa e aktivitetit dhe qëndrimi ulur, nëse ne dorim për shumë orë ditë ulur, do kemi disa probleme në dhimbjen edhe të kockave, siç do kemi edhe në sistemin metabolik apo në gjithë sistemin ton, edhe të sistemit imunitar, por në gjithë trupin ton. Po kemi dhe një anë tjetër e cili mund të jetë një sëmundje autoimune, pra është futur një inflamacion, mund të kemi një problem ndoshta të një Hashimoto, të lupusit apo disa elementeve të tjerë të sëmundjeve të autoimune dhe do sjellin këtë gjë. Shkak tjetër është që ne do na dhemi kockat një infeksion. Mungesë e gjumit kontribon 17 dhe 22% në problemin e dhimbjeve dhe ngurësinë e kockave. Pra, janë disa nga elementet kryesore që ndikojnë në dhimbje. Po në rastet kur kemi këtë kërcitjen e kockave, për shembull kur çohesh nga qëndrimi i ulur apo shtrirë dhe nuk e dhimbje, po thjesht trupi kërcasin kyçet. Pra kemi mungesën e lëngut sinovial. Ai është lubrifikuesi kryesor i kockave tona. Dhe ky lëng sinovial, pra ne duhet të kuptojmë diçka. Si duhet ta rregullojmë mënyrën e këtij lëngu sinovial. Pra si mund ta bëjmë që ne të prodhojmë më shumë ose mos kemi këtë problemi, ose çfarë mangësish mund të kemi. Në këtë moment ne rrisim rrezikun e dëmtimit të kyçeve, të gishtave kur i kërcasim apo duke sill her pas here, pra në mënyrë mekanike duke dëmtuar. Problemi është që ne duke mos konsumuar nivelet e lartë të kolagjenit, të glicinës, të prolinës dhe 19 aminoacidet kryesore bazë që përmban kolagjenin, ne do ta sillim këtë problem. Nëse ne konsumojmë yndyrnat e shëndetshme si të omegës 3 kryesisht, duke ardhur nga farat, nga aroret apo edhe nga produktet e detit, ne do kemi përsëri problem. Ne do kemi edhe problem nëse nuk konsumojmë ushqime të fermentuara për të rregulluar dhe mikrobiomën tonë. Pra personi që ka destabilizuar mikrobiomën do të jetë probleme. Nëse nuk konsumojmë ushqime me nivele të larta të fitoestrogeneve dhe nivele të larta të aminoacideve bazë disa vitaminave, pra përthithje tyre në zonë mund të ndodhi gabuar. Kështu që të gjitha bashkë këto do na sjellin problemin atyre kërcitjeve të kockave dhe mungesa e vitaminave, sepse kjo është në seri, mund të kemi mungesën e vitaminës D, mund të kemi vitaminës K, K apo edhe kalciumit, mund të kemi problemin e lëngut sinovial, mund të kemi problemin e kolagjenit, mos përthithje, pra kemi shumë elementë të tillë të cilët mund të na sjellin një problem të tillë që ne mund të themi atë që quajmë kërcitje kockat apo